Me që jemi këtu, Adriatik Lapaj, si duket me këtë qëndresën e ti prej mbi 20 ditësh dhe të gjithë deklaratat që ka dhënë së fund, me një e fundit ka qenë mbrëmjen e djeshme, ku thot që do të shkojë deri në fund me këtë qëndres dhe e shef produktive, edhe pse në formë simbolike herë-herë. Shikoni, qëndrimi i Adriatik Lapajt, ose qëndresa e ti, rezistenca e ti, patjetër që në gjallë admirim nga pikpamja personale, sepse nuk ndodhë çdo ditë, sidomos në një vend ku ka shumë apati dhe ka shumë indiferencë, që dalë një politikan ose çrëndësika një i ri dhe të sakrifikojë, po themi nga koha e tij, duke qëndruar për ditë me radhë, për javë me radhë, përballë kryeministrisë në një përpjekje për të sensibilizuar opinionin për atë që ndodh. Por nga ana tjetër, Adriatik Lapaj ka një rrugë të gjatë dhe shumë të gjatë për të bërë faktor me peshë politik në Shqipëri, dhe për të drejtuar, për të vendosur, po themi, për politikat e këtij vendi dhe për të qenë kompetitiv në zgjedhje. Mos harrojmë që në vitin që sapo lan pas, Adriatik Lapaj konkurroi në zgjedhje, pavarësisht se mori një numër të konsiderueshëm votash, për shkak të reformës zgjedhore dhe kodit zgjedhor, pra sistemin të tërësi, ai nuk mundi që t'i përkthej këto vota në mandate. Pra, pavarësisht simpatisë që kam unë për rezistencën personale të Adriatik Lapajt dhe gjithë atyre që e mbështesin, dhe protesta ti ka një kuptim simbolik, pra, sepse në fundit kemi të bëjmë me një parti që është një parti jo parlamentare. Dhe në këto kuptim është mirë që ne japim zë, e transmetojmë në mënyrë drejt për drejt këtë individ ose këtë grup njerëzish i cili ka vendosur që po themi të tentoj të zgjoj nervin me sa duket të vdekur ose të plagosur të rinis në këtë vend, sepse ne dimë që shumë faktorë mediatike injorojnë në një farë mënyrë zërin e Adriatik Lapajt, por nga ana tjetër rruga që duhet bëj Lapaj drejt pushtetit, sepse fundit ai nuk është një aktivist, nuk ka një OEQ, deri dje, po themi, kishte një lëvizje të cilën nuk e kishte përkthyer në parti. Tani që lëvizja e tij është përkthyer në parti, synimi është pushteti, sepse një parti politike nuk ka qëllim vetvete vetëm të jetojë. Pra Lapaj synon pushtetin, por e ka unë besoj që ka një rrugë të gjatë për të bërë, po themi si Albin Kurti, i cili i qëndroi besnik ideve të tij, në nisje të karrierës së tij politike ishte fillikat, ishte pothuajse i vetëm, ishte i papërfillur nga forcat e tjera politike ose nga opinioni publik, por duke qëndruar besnik, po themi ideve të tij, vit mbas viti, ai arriti të krijoj një profil politik besueshëm dhe sot është kryeministri i vendit. Në këtë kuptim, unë nuk pres që po themi fati politik i Adriatik Lapaj të ndryshojë me këtë protestë që pa i bën, por nga ana tjetër është një fillesë e mirë për t'i treguar, sidomos rinisë në këtë vend, që ka vend për të ngritur zërin, për të rezistuar dhe për të treguar me gisht çfarë është e keqe dhe çfarë është e mirë. Unë i drejtova një pyetje dje zotit Lapaj, sepse lidhur gjithmonë